Përshëndetje për të gjithë, po takohemi edhe këtë javë në emisionin Dy Botë. Sot me neve është një person shumë i rëndësishëm, i cili ka për të na mësuar shumë gjëra dhe do të shohim më shumë rreth gërshetimit të disa lëmive më të rëndësishme, mund t'i quajmë ndër më të rëndësishmet. Pra i ka bërë një gërshetim dhe ka arritur suksese në të gjitha fushat të cilat do t'i shohim gjatë intervistës në vazhdim. Me neve është profesori Ridvan Peshkopia. Përshëndetje profesor, faleminderit shumë që ke gjetë kohën e bashku intervistës dhe emisionit të sotëm. Përshëndetje, nuk jam shumë i sigurt që unë i kam ato kategorizime që the ti, as që jam i rëndësishëm, as që kam arritur suksese të rëndësishme. Unë përpiqem vazhdimisht, por këto janë pak relative. Ja, ky është vlerësimi për juve. Falenderoj. Unë e di që ti këtë e the nga dashamirësia ose nga një vlerësim subjektiv, por mua nuk më duket se jam ashtu siç më përshkrove ti. Atëherë këtë mbetet ta vlerësojnë edhe shikuesit të cilët na ndjekin në këto momente. I ftojmë. Atëherë profesor, mund të na tregoni pak më shumë rreth jetës suaj, rreth fillimi i karrierës suaj, si ishin të gjitha fazat dhe gërshetimet e këtyre lëmive të ndryshme. Do të thonë çka ke filluar të studiosh dhe pastaj vazhdimet e tjera gjatë karrierës. Po unë kam lindur e rritur në Tiranë dhe aty kam jetuar 37 vite të jetës time. Fillimet e mia themi në jetë publike kanë qenë si student revolucionar në vitet 1990. Kam qenë ndër më aktivët në lëvizjen studentore dhe themeluesi i Partisë Demokratike dhe po ashtu 2 herë deputet i saj. Unë kam hyrë deputet kur kam qenë 25-26 vjeç. Mirë po më pas e ndërpreva politikën aktive, sepse mu duk më interesante që ta studioj atë. Dhe shkova për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Unë kam studiuar në Shqipëri dhe jam diplomuar për inxhinier urban. Inxhinier urban. Por në Shtetet e Bashkuara, duke u nisur nga studimet në inxhinieri urbane dhe nga kurioziteti im për ta parë qytetin si një kafshë politike, si një qenie politike, gjithmonë më tepër fillova të studioj pjesën politike të inxhinierisë urbane. Se inxhinieria urbane është një kombinim i studimit të 2 fushave. Është pjesa inxhinierike, por edhe pjesa sociale. Dhe gjithmonë më tepër u tërhoqja nga kjo pjesa inxhinierike drejt pjesës politike të zhvillimit të qytetit dhe u doktorova për shkenca politike. Por po ashtu kam studiuar edhe për matematikë të aplikuar, edhe në Universitetin e Tiranës. Pra, inxhinierin urbane kam studiuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, ndërsa matematikën e aplikuar në Universitetin e Tiranës dhe shkencën e të dhënave në Universitetin e Salzburgut dhe shkencat politike në Universitetin e Kentakit në Shtetet e Bashkuara. Këto janë pak a shumë pjesa e formimit tim, por nuk është e rëndësishme çka ke studiuar, e rëndësishme është çfarë bën me to. Çfarë bën me to? Po. Mua më pëlqen shumë hulumtimi, unë bëj shumë hulumtim, botoj rregullisht në xhornale nga më të mirët në disa disiplina, ndërsa këtu në Kosovë, nga pikpamja e angazhimit profesional, jam ligjërues në UBT. Në UBT? Po. Pasi që jeni pra ligjërues edhe keni punë me studenta, për të përfunduar të gjitha këto studime, dhe pse ju thatë nuk është të rëndësishme çfarë studion për çfarë bën, unë e vlerësoj të rëndësishme edhe pjesën e studimit, pasi që jeni edhe profesor edhe keni punë dhe kontakt me studentat. A e kanë studentat këtë zellin dhe këtë pasionin për studiuar dhe për të arritur kështu në shumë fusha, apo është zbehur me kalimin e kohës duke krahasuar edhe me veten tuaj? Studentët shqiptar, unë kam dhënë mësim në disa universitete në disa vende të botës, përfshi dhe 2 universitete në Shtetet e Bashkuara, disa universitete në Shqipëri, këtu në Kosovë. Studentët në Shqipëri janë, studentët e Kosovës, ashtu si dhe të Shqipërisë janë si gjithë studentët e botës. 10-15% e tyre janë aq të mirë sa ata s'ka nevojë fare për ty, për ne si pedagog. 10-15% të tjerë janë aq dobët sa është e kot që të merresh me ta. Ndërsa ajo pjesa në mes 7-8% pastaj është ajo pjesa në cilin ne mund të punojmë dhe të arrijmë në ndonjë rezultat.
Kështu që nuk ka ndonjë ndryshim mes studentëve tanë dhe studentëve tjerë në cilin do vend të botës. Dhe fakti që studentët tanë më të mirë shkojnë nëpër universitete anë mban botës dhe arrin suksese, e dëshmon këtë gjë. Ashtu si ato suksese arrin ata që arrin edhe studentët të tjerë. Nuk ka ndonjë ndryshim me studentët tanë dhe studentëve të tjerë në botë. Është e rëndësishme është se çfarë si studentët janë ajo lëndina e cila pret që të lëvrohet nga bujku. Edhe bujku ka shumë të bëj, puna që ne bëjmë me ta ka shumë të bëj. Edhe nëse ne punojmë mirë me ta, arrihen rezultate. Unë jam i prirur mos të fajsoj asnjëherë studentët për rezultatet e tyre. Është gjithmonë lidhet me ne, sa interesante ja u bëjmë ne atyre fushën, sa interesante ja u bëjmë atyre lëndë, dhe mbi të gjitha, sa mbërrim ne ta përditësojmë dijen tonë në mënyrë të tillë që studentët ajo të jetë sa më e vlefshme. Jo vetëm sa më tërheqëse, por edhe sa më e vlefshme. Sepse studentët tanë sot janë të lidhur me zhvillimet anën mban botës. Me një tablet që ke në dorë ti mëson se çfarë ndodh në anën tjetër të botës. Dhe ata janë në kontakt edhe me studentë të tjerë në universitete të tjera. Ata janë plotësisht të vetëdijshëm se çfarë bëjnë bashkëmoshatarët e tyre në universitete të tjera. Nëse ne nuk ecim me ato ritme, nëse ne nuk ju ofrojmë të njëjtën cilësi dhe të njëjtën përditësim të dijes, ata me njëre kuptojnë të gjë. Cila do të ishte iniciativa juaj ose qëllimi juaj, mund ta quajmë edhe ëndra juaj që do të ndryshonte sistemin e arsimit në mënyrë që këta student ose kokat më të zgjuara studentore, domethënë studentët të mos janë të detyruar të dalin jashtë për të qëndruar në vendin tonë, edhe pse jo ta bëjnë edhe Kosovën një vend në të cilin të vinë studentë të huaj. Po unë i kam idetë e mia dhe i kam ato aspiratat e mia profesionale, qofshin në nivel individual ashtu edhe në nivel kombëtar. Unë nuk jam i sigurt që ato do të arrinin rezultate të tilla madhore si këto që sapo propozove ti, që the që mos dalin studentët jashtë, sepse ka shumë faktorë që i bëjnë studentët ta lënë vendin dhe të ikën. Disa prej tyre janë legjitime, siç është të studiojnë në universitete të huaja, që është një kërkesë shumë legjitime dhe ne kemi nevojë që sa më shumë studentë tanë të shkojnë dhe të sjellin dije të re këtu. Por nga ana tjetër, largimi të rinjve nga Shqipëria dhe Kosova varet nga shumë faktorë, por që t'i kthehemi thelbi të pyetjes tënde, është kjo, që është problemi i madh kombëtar. Largimi i fokusit ton arsimor nga matematika, nga shkencat natyrore, nga statistika, nga fizika, nga kimia, dhe përqendrimi i energjive të mëdha akademike, financiare në fusha të tilla sezonale, të rëndësishme por sezonale, siç janë shkenca politike, që është fusha ime, apo shkenca sociale, apo drejtësia, juridiku, apo numra të mëdhenj, shumë të mëdhenj studentësh që studiojnë për arkitekturë, kur vendi ynë ka nevojë për një sasi shumë të vogël arkitektësh dhe shumë të vogël juristësh, por ka nevojë për një numër shumë të madh shkencëtarësh. Ne kemi braktisur nënën e gjithë dijeve, që është matematika, dhe unë nuk e kuptoj dot se si një kom mund të zhvillohet pa matematikën. Departamentet e matematikës në Universitetin e Prishtinës, në Universitetin e Tiranës, rrezikojnë të mbyllen për shkak të mungesës të numrit studentëve. Në universitete private as nuk ka fare departamente matematike, sepse universitetet private mbizotrohen nga logjika ekonomike dhe me sa duket kjo logjik nuk favorizon hapjen e departamenteve të matematikës apo hapjen e studimeve në matematikë. Por një vështrim në historinë e njerëzimit na tregon se vendet më të zhvilluara janë ato vende të cilat kanë edhe matematikën më të zhvilluar. Pra, që të mendosh se zhvillimi kombëtar do të ecë me një sistem arsimor i cili është larguar nga studimi i shkencave dhe është dematematizuar, ta themi, çmatematizuar,
ka hequr dorë nga matematika, kjo është një utopi, ne kur nuk mund të arrijmë zhvillim kombëtar pa ju kthyer përsëri themelit të dijeve që janë shkencat eksakte, matematika, statistika. Cili është kontributi juaj që për të kthyer studentët drejt matematikës? Po, kontributi im është në fakt nga njëra anë është në letra, me përpjekjen për orientimin e kurikulës së shkencës politike në universitetin ku unë jam drejt statistizimit, matematizimit, por unë do doja që të kisha më shumë përkraje, jo nga kolegët e mi në universitet, sepse ata më përkrajnë shumë, por shpesh herë ata janë të ndrojtur kur unë propozoj lëndë të tilla si matematika për shkenca politike, e cila atyre ju tingëllon si risi derisa unë ju sjell një libër, një tekst të botuar nga një shtëpi e madhe botuese ndërkombëtare me të njëjtin titull, Bazat e matematikës për shkenca politike. Këto nuk janë gjëra që unë nuk jam aq i zoti sa ti sajoj këto gjëra, por për fat të mirë janë vazhdimisht i përditësuar me zhvillimet më të fundit ndërkombëtare në fushën tonë dhe ja kemi arritur, e kam futur një lëndë në kurrikulën tonë, matematika për shkenca politike, por deri më sot nuk është dhënë asnjëherë sepse është lëndë zgjedhore dhe studentët ta nuk e kanë zgjedhur asnjëherë. Një lëndë tjetër që unë e pata propozuar është edhe kjo është futur në kurrikulën tonë, statistika kompjuterike për shkenca politike. Edhe këtë nuk është zgjedhore se kanë zgjedhur studentët asnjëherë. Por ato lëndë të cilët janë të detyrueshme, unë i kam matematizuar dhe statistizuar shumë dhe në fakt rezultatet nuk kanë qenë të këqija, studentët kanë hyrë me frikë në lëndë dhe janë larguar të kënaqur për tyre sepse unë ju mësoj atyre programim të orientuar ka analizimit të dhënave sociale dhe politike dhe të mendosh sot në shekullin e 21 që është shekulli të dhënave, se ti do të përfundosh një cikël studimesh pa pasur kontakt me të dhënat apo me programet softwarët që analizojnë të dhënat, kjo është përsëri utopi, është shpërdorimi i parave dhe kohës së studentëve, por edhe i ne si pedagogëve. Sot të dish programim është njësoj si kur të dish një gjuhë të huaj. Ne nuk po ecim shumë dhe mendojmë se këto janë fushat të cilat i takojnë, këto janë gjërat që i takojnë vetëm shkencave kompjuterike, por nuk është kështu. Programimi sot është në cilin do fushë të jetës. Mjekësia sot është shumë e softuarizuar dhe e kompjuterizuar. Po ashtu përdorimi i softwareve gjithmonë më shumë sot po përdoret për nxjerrjen e të dhënave numerike edhe nga të dhënat historike, edhe nga kronikat historike apo edhe nga kjo bisedë që ne jemi, ka software të cilët nxjerrin të dhëna, sa herë e përdori këtë fjalë apo sa herë përdori këtë tokë fjalësh, dhe të cilët e shndrojnë këtë bisedën tonë në fund fare të saj në një dataset ku janë të numerizuar gjithë elementet e shkëmbimit tonë. Sa herë, sa minuta foli ky, sa minuta foli ajo, sa e ndërpreu kjo këtë apo ky e tjera e tjera. Këto janë të gjitha të dhënat të cilat janë të rëndësishme në analizimin në funksionimin e dijes. Një ish studenti im i cili tani punon në një kompani telefonike këtu, si analizuesi të dhënave, më tha pikërisht të gjë. Përpara 2-3 vitesh ose pak më shumë, ata ishin krejtësisht të pandjeshëm drejtuesit e kompanisë. Tani asnjë vendim nuk marrin pa lexuar të dhënat. Është ajo që quhet vendimarrja bazuar mbi të dhënat, e cila është sot mënyra themelore e vendimarrjes. Nuk e di sot se si merret në politikë. Unë kam qenë politik, vendimet merreshin në mënyrë instinktive, por sot gjithmonë më shumë edhe në politikë vendimet merren bazuar mbi të dhënat, mbi vëzhgimin e opinionit publik, të temperaturës opinionit publik. Kështu që unë nuk e jam shumë i sigurt që ne po ecim me hapin e dur në këtë drejtim. Kjo është edhe arsyeja të gjitha këto që shpjegohet, që tash njëra ndër fushat më të rëndësishme, për arsye se na rrethon kudo edhe në përdorimet e telefonit, do të thonë përdorimin e përditshëm, është dhe ta bëj një pyetje pak më specifike. Pse mendoni që studentët janë larguar matematikës edhe një mendim rreth inteligjencës artificiale, do të thonë përdorimi i saj, a mund të më qenë kjo njëra ndër shkaqet që po i bën ata më përtaq ose më dembel rreth njerive të reja? Largimi i studentëve nga shkencat, nga matematika nuk është faji i studentëve, është faji i
i strukturave akademike në vendin tonë. Së pari, Shqipëria, Kosova, ne shqiptarët vinim nga regjime diktatoriale në të cilit studimi i shoqërisë apo studimi i politikës ishin një sferë në të cilën vetëm hierarkët e lartë, fëmijët e hierarkëve të lartë komunistë merrnin pjesë dhe ato gjithmonë e bënin brenda prizmit marksist-leninist. Kështu që kur komunizmi ra në Shqipëri dhe në Kosovë, ne kishim një kuriozitet të madh të studionim këto fusha të panjohura. Ndërkohë gjatë komunizmit, si në Shqipëri si në Kosovë, kishte një orientim më të madh drejt fushave inxhinierike, teknologjike, përfshi dhe matematike. Dhe këto na dukeshin në ndijen tonë, na dukeshin sikur këto ishin imponime komuniste. Kështu që ne ju turrëm shkencave politike dhe sociale dhe juridikut më shumë si një reagim kundër regjimit të kaluar, se sa bazuar mbi një logjik të shëndosh bashkohore të zhvillimit. Penduli shkoi shumë në njërën anë dhe tani veçse presim, po ai vetë nuk vjen në anën tjetër, ne duhet që ta shtyjmë. Kështu që kurikulat u ndërtuan të tilla me lëndë të tilla boshe si edukim, edukim civil, edukim qytetar. E shoh ndonjëherë kur jam në kontakt me kurikulat e shkollës që ka shumë lëndë të cilat ndonjëherë janë edhe të panevojshme, ose të panevojshme me atë intensitet të madh ose numër të madh orësh që jepen. Unë mendoj që duhet të kurren dhe përsëri kurikulat tona duhet i kthehen matematikës dhe që t'i kthehen dhe njëra saj se matematika duhet ligjëruar me pasion nga mësuesi dhe pastaj duhet thithur me pasion nga nxënësi, por ne e dim gjithë që matematika nuk është gjuha që flitet lart e poshtë. Matematika të studiosh, nuk di, të studiosh institucionet e Kosovës, për shembull, kemi një lëndë në sistemi politik i Kosovës. Ajo çfarë diskutohet në lëndën tonë është diçka që në një farë mënyrë ose në një tjetër merret nga diskutimi i përgjithshëm, nga televizori, nga mediat. Gjithkush e di që Kosova ka një kuvend, ka një qeveri që zgjidhet nga kuvendi etj. Kjo nuk është rastin matematik. Matematik duhet të studiosh, duhet ulesh. Kështu që ne shqiptarët, njerëzit në përgjithësi, kanë qef ndonjëherë që t'i bien shkurt dhe racionalisht asnjëherë nuk na pëlqen të bëjmë një punë pa parë përfitimet konkrete të saj. Matematika nuk është diçka e cila të jep përfitime konkrete, të menjëhershme. Aty duhet një rrugë gjatë derisa të shkosh drejt përfitimit dhe ndonjëherë përfitimi mund të mos jetë as individual, se dija matematikore kombëtare është ndryshe nga dija matematikore individuale. Dija matematikore kombëtare krijohet kur ne të gjithë dim matematikë. Shiko, ja të t'japun një shembull. Einsteini nuk ishte rastësisht në Gjermani. Gjermania kishte komunitetin më të fuqishëm të fizikantëve në botë. E prej tyre doli Einsteini ose Max Planck. Në qoftë se ti ke një komunitet të madh, sigurisht që ky komunitet pastaj do zhvillohet edhe brenda vetes dhe do të nxjerrë majat e tij. Ndërsa nëse nuk e ke këtë komunitet, nëse ne të gjithë nuk studiojmë matematikë, mos prit që këtu do dalin në matematikan e madh. Mos prit që dija matematikore kombëtare do të mund të ndihmojë në zhvillimet tona kombëtare. Atëherë profesor, të me t'i bë disa pyetje pak më rreth jetës tënde në Gjakov, me që e kemi edhe pamjen e Gjakovës këto, pamje fascinuese. Kur ka qenë, do të thonë, kur ke artin në Gjakov dhe cila ka qenë arsyeja ose momenti që ke thënë ky është vendi që unë dua të qëndroj dhe të jetoj. Po tani unë nuk kam pas shumë zgjedhje të them ky është vendi ku unë dua të qëndroj se atë ka vendosur gruaja ime, kështu që. Por unë kam ardhur në Gjakov për herë të parë në vitin 2012 edhe aty u njoh edhe me Ardianën, që është gruaja ime, ajo është nga Gjakova dhe
Ishte momenti që... Do më thënë, kishim dy opsione, ose do shkonim në Prishtinë, ose do qëndronim në Gjakov, po Ardiana preferon dhe në Gjakov, po edhe unë preferoja në Gjakov, edhe, ja, tani u bën 12 vite. E sa ka rritur Gjakova që t'ju përmbush juve si person? Po, Gjakova është e mrekullueshme, unë kaloj shumë bukur, kam jetë shumë të mirë. Unë mund të shkoj të jetoj ku dua, por unë kam vendosur të jetoj këtu dhe besoj se do jetoj këtu pjesën time të jetës, se unë nga Gjakova edhe kam mësuar, përveç se e shijoj jetën këtu, më pëlqen, por kam mësuar edhe nga pikpamja shoqërore dhe politike. Ajo çfarë unë admiroj në Gjakova është kohezioni social. Gjakova është si një familje e madhe, gjithë njerëzit e njohin dhe e duan njëri tjetrin. Është ajo që unë vlerësoj më shumë dhe unë nga jetesa në Gjakov kam ngritur edhe në përfundimin tim akademik që vlera më e lartë e një shoqërie nuk janë drejtat e njeriut, nuk janë parlamentarizmi, nuk janë liria. Këto janë të gjitha gjëra. Disa prej tyre janë broçkulla, janë gënjeshtra, disa të tjera janë të pambajtshme. Vlera më e madhe e një shoqërie është kohezioni saj social. Dhe këtë e kam mësuar edhe nga Kosova në përgjithësi, por Gjakova në veçanti. Kështu që ashtu si Kosova në përgjithësi dhe Gjakova në veçanti është edhe laboratori im, jo vetëm vendi ku unë jetoj, por edhe vendi ku unë mësoj dhe studioj, unë jam shumë i kënaqur me jetën në Gjakova. E din që Gjakova është djepi i kulturës, ndryshe edhe është një thesar i çmuar me histori edhe i mbushur me kulturë. Cila është vendimi juaj rreth historisë dhe asaj trashëgimisë që Gjakova ka lënë për neve këto? Po tani, unë të kuptoj ty si gjakovare dhe në çdo krahinë e Shqipërisë e quan veten e vet djepin e kulturës, djepin e shqiptarisë etj. Por është e vërtetë që Gjakova ka një vend veçantë në shqiptari. Edhe unë e kam njohur dhe kam dashur Gjakovën që kur ne jemi rritur në Tiranë, në familjet gjakovare në Tiranë luajnë një rol shumë të madh në jetën kulturore, shoqërore, madje edhe politike të vendit dhe nëpërmjet tyre ne dëgjonim dhe mësonim edhe për Gjakovën, po ashtu letërsi në Shqipëri, në gjimnaz ne jemi rritur me poezitë e Ali Podrimes, një gjakovari, nëpërmjet një shoku tim të afërt, Genc Mulliqit, nipi Myslim Mulliqit, por Genci ishte lindur e rritur në Shqipëri, ne shikonim pikturën e Myslim Mulliqit, kur ne kemi qenë gjimnazist, ne jemi magjepsur nga romani Shënimet e Gjon Nikol Kazazit të Jusuf Buxhollit. Kështu që letërsia dhe arti nga Gjakova ishin shumë të përhapura në Shqipërinë e viteve të mia. Kështu që në një farë mënyre për kontributin e Gjakovës, për rolin e veçantë të Gjakovës në kulturën shqiptare, ne jemi rritur me të, kam qenë i vetëdijshëm. Edhe nga kjo pikpamje, Gjakova është e veçantë. Por nga ana tjetër, gjakovarët kanë një vesë të keq, që është ikin nga Gjakova në Prishtinë. Unë e kuptoj që t'ikësh nga Gjakova dhe të shkosh një katun, unë e kuptoj këtë gjë. Po t'ikësh nga Gjakova dhe të shkosh në Prishtinë, kjo më duket mua e pabesueshme. Sa? A mendoni për shembull po, është e pabesueshme që t'ikësh nga Gjakova dhe të shkosh në Prishtinë. T'ikësh nga një qytet kaq i këndshëm në një qytet pabanueshëm. Por është një këtu është një trashëgimi e çuditshme. Gjithmonë gjakovarët e kanë parë sikur lëvizja nga Gjakova në Prishtinë është rritje në status social. Madje këtu ka pasur një absurditet të tillë që ju keni pasur një kryetare të komunës e cila as nuk jetonte këtu, jetonte në Prishtinë, që ishte mishërimi i këtij absurditeti gjakovar për të lënë Gjakovën për shkuën në Prishtinë dhe pastaj për të ardhur për të qeverisë Gjakovën nga Prishtina. Kjo për mua është, nëse do më pyesin ndonjëherë për në një tmet i gjakovarëve, do të thoja do të ishte kjo dhe këtu do ta mbyllja, nuk do të jepja ndonjë tjetër. Gjithë ato pastaj që thonë që jo po janë kopratës e tjera, nuk janë kopratës, vetë janë nxjerrin ato barcaleta vetes tyre. Unë gjitha barcaletat për kopratësinë e gjakovarëve, vetë gjakovarët më kanë treguar. Nuk janë as pak kopratës, mund të vjen rradha të paguaj asnjëherë në Gjakovë, kur vi puna kështu që tulemi me shokun, asnjëherë nuk paguaj. Unë se kam ndeshur ndonjëherë kopratësinë e gjakovarëve. Përveç se kur ata vete e krijojnë edhe me humor të veçantë kanë. Unë mund të them se është krahina më me humor këtu
Humori i Gjakovës është shumë i këndshëm. Edhe e bukur është sepse është humori është humor sipëror, sepse është humor vetë për buzës. Gjithmonë humori që bëhet kundër vetes tënde është gjithmonë humori më i këndshëm. Teatri për shembull, shkoni shpesh në teatr, kemi teatrin e qytetit aty Sheva. Me thënë drejtën nuk kam shkuar asnjëherë në teatrin e qytetit. Mund të më kritikosh për këtë gjë, por e kam një shokun tim shumë dashur kur teatri, kjo është një kusht miqësor. Mirteza Kurti, që është një aktor i jashtëzakonshëm që është këtu në Kosovë, dhe unë jam betuar që nëse teatri i Kosovës nuk thret Mirteza Kurtin për role, unë nuk do të shkoj. E kam bojkotuar në mënyrë të vetëdijshme. Shumë. E dishta me pyet, sa shpesh dilni jashtë për shembull për kafe ose gjatë mbrëmjeve në Gjakovë, cilat janë vendet që i frekuentoni më shumë? Ne me grupin tim të shokëve, ne çdo të shtunë në mbrëmje shkojmë në Dri dhe rrim nga 8-9 e mbrëmjes deri në 2 të natës. Unë me shokët e mi në varësi të ku më ftojnë ata, por shkojmë në vende të tilla si Frida ose Corner apo Qashie Jupave apo ose Hani Haraçis, në vende të tilla, por zakonisht nuk i zgjedh, unë i zgjedh me shokët e mi sipas shihet të tyre. Se për mua nuk ka rëndësi se ku shkoj, rëndësi ka që t'jem me shokët e mi. Profesor, pyetjet e tjera, kam edhe disa pyetje për juve. Kisha dashur të vazhdu edhe duke ecur në natyrë, pasi kemi edhe pamjen e mrekullueshme. Dakor, vetëm mos më le të zgjatëm. Profesor, ku e kaloni kohën e lirë? A keni ndonjë vend për shembull ku dilni për kafe ose? Interesante, po, Gjakova në fakt është një vend shumë i përshtatshëm për veprimtaritë të kohës lirë. Këtu ka pafund grupe të ciklizmit apo të sporteve të tjera të popularizuara. Unë dhe shokët e mi e kemi një traditë çdo të shtunë nga ora 8-9 e mbrëmjes deri në 2-3 të mëngjesit shkojmë në Dri dhe atje bëjmë piknik natë. Madje edhe në ditë të ftohta e kemi bërë. Ose ndonjëherë shkojmë këtu në Gusk, shpeshherë me gruan time dhe vajzën time dalim në këto fusha midis Guskës dhe Korenicës, janë ca fusha shumë bukura, ecim atje. Dalim me bicikleta me shokët e mi, ka disa grupe bicikletash, ciklistë shumë, unë bashkohem ndonjëherë me ta, dalim ndonjëherë në Bjeshk, ndonjëherë në Tenga Godeni shkojmë. Këtu ka shumë, Gjakova ka shumë hapësirë për veprimtari jashtë dere. Për fat mirë, periferia saj është e mbrojtur mirë deri tani, kështu që kalojmë bukur. Nga kjo pikpamje kalojmë bukur. E po ushqimet tradicionale gjakovare. Duhet ta përmendim suxhukun e Gjakovës. E them fal, samun e Gjakovës. Po. Jo vetëm që e preferoj, por edhe e kultivoj. Po të shkosh në furën Dardani dhe ti thosh na tregoni pak për menun e profesorit, ata do të tregojnë se unë e kam pasuruar menun duke shtuar një element tjetër gjakovar që është speci për shembull, apo hudhra apo karrota e tjera, po samuni im është kalon nga samuni edhe i afrohet pakës picës, është diku aty mes tyre që po, atë e preferoj jashtëzakonisht shumë. Po përndryshe nuk Ardiana ka kaluar pjesën më të madhe të jetës saj në një banesë dhe nëna e saj është nga Prizreni, kështu një pjesë e madhe e menus ton që Ardiana e ka mësuar nga jëma është më tepër nga Prizreni se sa nga Gjakova. Kështu për shembull për shërbimet e juve personale, për shembull ku a shkoni në ndonjë vend për flokët, sa ju pëlqejnë shërbimet? Flokët unë kam zgjidhur atë problem. Shoku im i afërt Adriatik Delia, frizer tiki, ai kujdeset për këtë pjesë. Po, kam gjithë shumë doktor, shumë e doktorët e Gjakovës unë i kam shok, kështu që nga pikpamja shëndetësore ata më ndihmojnë që ti ka përcej, u bëra 60 vjeç tani, kam filluar disa probleme shëndetësore të vogla të trokasin në derën time, por nga pikpamja e jetës sociale unë Gjakovë ndihem jashtëzakonisht shumë i përmbushur. Edhe për fund, me përmbyll këtë fjali, me një fjalë keni më treguar Gjakova për ju është shtëpia ime.
Faleminderit shumë profesor. Ishte Gjithashtu. vërtet kënaqësi mirë pas juve dhe më mësu më shumë rreth jetës së në Gjakov, mirë po edhe rreth fushave që kanë ndikim sot të jetës tona. Falenderoj që më ftuat. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu.